Një koleksion i jashtëzakonshëm monedash që datojnë në shekullin e 13 është gjetur në manastirin e Shënmërisë në Ballsh. Ky grup i përbërë nga 47 monedha, të cilat arkeologët i konsiderojnë si një thesar të vërtet, ka rëndësi të veçantë jo vetëm për përmbajtjen dhe formën e tyre, por edhe për lidhjen që ato kanë me historinë e manastirit. Është i rëndësishëm për faktin se përveç monedhave në vetvete, por për faktin se na ndihmon të përmirësojmë, të ndërtojmë më mirë kronologjinë e historisë së manastirit, siç po duket nga puna restauruese, nga analizat e profesor Stamatit, po del që ka pësuar një ndikim të madh nga një temperaturë e lartë, domethënë nga një zjarr. Do të thotë që po na jep një indikacion edhe për një moment me gjatë shkatërimit të manastirit, i cili pastaj është ndërtuar qartësisht. Disa prej tyre janë restauruar tashmë, ndërsa të tjera janë në proces restaurimi. Monedat kanë figura të qarta me imazhe të perandorëve dhe shenjtorëve të njohur të asaj periudhe. Desh të bësh një ndërhyrje konservuese, restauruese në mënyrë që të lirojë sipërfaqja e monedhës nga depozitimet dhe nga produktet e korozionit, në mënyrë që të bëheshin të lehtësueshme. Ne pam që në sipërfaqe të monedhave kishte njolla të zeza, të cilat nuk kishin në rrugët normale të pastrimit, rezultoi që ishte një oksid të bakrit, një mineral tenolite që quhet, dhe që krijohet mbi sipërfaqen e bakrit nëse temperatura arrin në 300 gradë. Ky koleksion përfshin monedha bizantine prej bakrit dhe ofron një panoramë të vlefshme për politikën monetare të periudhës mesjetare, duke ofruar më shumë dritë mbi këtë periudhë të rëndësishme historike.